është vit i marë, jemi dikun me peshë të grunit dikun mbi 6 ton për hektar, çka është një e mirë që në këtë vit sikur kur ma parë, e kem çështjen e hektolitit, dikun 83 deri në 86 që po shkon. Do të thotë kur nuk e moj mend herë që kitë hektolitarë kemi në zonën në parcella. Gjendja e grurit në raport me vite kaluara në këtë ngastër punuse ose në këto ngastra punuse është e kënaqshme. Prodhimi po i sillet dikon 6.5 deri në 7 ton për hektar, gjë që nuk e hasa javën e kaluar në regionin në rrafshin e Dugaxhinit, dhe çka është inkurajuese është që pesha hektolitare përkatësisht randmoni i miellit këtë vit është dukshëm më i lartë në raport me vite kaluara, që do të thotë që ky grur sot i plotson gjitha standardet për normativat ushqyese. Rendimenti është shumë i kënaqshëm, po çka po na përcjell një problem i madh është çështja e çmimit. Nuk jemi të mujtën mi nxjerrën investimin që e kemi bën. Çmimi i grunit është dikon 18 cent për kilogram, çka është më i ulë se vitit kalum, ku inputet i kemi pas më shtrejta, tunis pej plehit, naftës, farës, gjithë çka është kanë më shtrejt, do të thotë çmimi i grunit ka ra. Është e ranë, është e bege keqe kur shkelet njerëza e punëtorit. Nuk e di ku do të shkojmë kështu, nuk e di ku do të dalëm kështu. Unë si fermer që jam i Lipjanit, qyteti Lipjanit i ka dikun 14.000 banor. Unë muj me siguru për 16 ditë me siguru bukën, që ati qyteti me qëto banor që i ka. Qka po sigurojnë për mu qyteti apo qeveria apo diçka tjetër. Është e çuditshme, është e tmerrshme kur çikët shish me ujë që nuk i ka as gjys litre, u dash me ble 50 cent. A 1 litër tamël kushton 35 cent. Gjendja fermerëve është goxha dekurajuese, goxha demotivuese, për arsye se këtë vit inputet përfshi edhe naftën, kanë qenë me një kosto të lartë të prodhimtarisë, gjë që viteve të kaluara kosto e prodhimit të hektarit grurit është sill 700 deri në 800 euro për hektar, e këtë vit ka dalë mbi 1000 euro, që do të thotë se bukur vështire kanë me këtë kosto të prodhimtarisë të kurorzohen me efekte pozitive financiare.